إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل الأفضرويم ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, dërsa udhëzimi më I mirë dhe më I plotë është udhëzimi I pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ai shpikura në fe. Nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi çon në humbje, çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe ju prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe ju që t'ja keni frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira është një të keqen, mirë po të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Ja, Ramazani po ecën, realisht gjysma e parë vetëm kaloj, e lutim Allahun Azza wa Jall që çdo vepër të mirë që kemi bërë në atë të ditë të para të Ramazanit që Allahu Azza wa Jall të ketë pranuar, mirë po lutim Allahun Azza wa Jall që edhe pjesën e mbetur që na ka mbetur ta shfrytëzojmë ashtu siç është ai I kënaqur me neve. Nga se Ramazani dhe zë të ndëruar është muaj I mëshirës, ku Allahu Azza wa Jall është afër krijesave të tij me mëshirën e tij, sa që prej mëshirës e tij ka hap dyrët e xhenetit dhe ka mbyll dyrët e xhenemit dhe ka prangosur shejtanët, e I përbuzur qoftë ai person I cili e ka këtë shansë, këtë mëshirë të Allahut Azza wa Jall aq afër, edhe nuk bëhet sebeb që Ramazani m'ia fal mëkatet, nga se kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam amin në hadithin që duke hyrë në hutbë, po thot 3 herë amin, që realisht nuk e kishte zakon me bani gjatë të tillë, edhe e pyetën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pse the amin, kur realisht nuk ka qenë tradita jotja kjo çështje. E thot se në shkollën e parë kur kam hyrë, më tha Xhibrili I përbuzur e shkatruar qoftë ai person I cili e arrin Ramazanin e nuk falet përmes tij. E thash amin, e mas andaj thot I përbuzur, e I poshtruar, e I humbur qoftë ai person I cili prindet tij e arrin pleqërinë të ai, e nuk bëhet në sebeb mirësjellje për kujdesjen ndaj tyre me hijnë xhenet. Edhe thash amin, edhe e treta më tha I përbuzur, e I humbur qoftë ai person I cili përmendet emri yt në prezencë tina, e nuk bjen salavat, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, thash amin. Pra thjesht rahmeti Allahut Azza wa Jall është afër në muajin Ramazanit, mirë po ashtu është afër dhe falja Allahut Azza wa Jall, nga se në ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai I cili agjeron në Ramazanin me bindjen Allahun duke shpresuar në shpërblimin e tij,
Allahu Azza wa Jall ja fal mëkatet e kaluara. Nitin premtim me ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për personi i cili fal taravit, edhe personi i cili ngjall natën e Kadrit. Pra thjesht rahmeti dhe falja Allahut Azza wa Jall janë afër. Mirë po, është edhe diçka tjetër afër, vëllezër të nderuar. Ajo është se Allahu Azza wa Jall është afër lutjes së lutësit kur ai i çon durr dhe lut Allahun Azza wa Jall. Por atë ka ardhur në jetë kuranor, ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur të pyesin ty për mua, o Muhammed, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Pra Allahu Azza wa Jall është lartë mbi arsh, mirë po me gjithë krijesat është me diturin, shikimin dhe dëgjimin e tij. E me besimtarët është edhe me përkrahjen, ndihmesen për kujdesjen e tina. Pra thjesht mjafton që robi të lut Allahun Azza wa Jall dhe ai të përgjigjet, e sidomos kur është ai agjerueshëm. Qofse Allahu Azza wa Jall i përgjigjet gjithmonë lutësit në çdo kohë dhe çdo vend, atër për agjeruesin ka një tretman edhe më të veçantë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se 3 lutje Allahu Azza wa Jall nuk i refuzon. Lutjen e agjeruesit, lutjen e atij i cili i bëhet zullum pa drejtësi dhe lutja e musafirit udhëtarit. Pra thjesht kushdo që ka nevojë diçka për Allahun Azza wa Jall, e gjithë kemi nevojë për të. Kush ka smundje, le të drejtohet Allahut Azza wa Jall. Kush ka borxhe, le të drejtohet Allahut Azza wa Jall. Kush ka probleme familjare, të drejtohet Allahut Azza wa Jall. Kush ka stres, të drejtohet Allahut Azza wa Jall. Për çdo gjë që kemi nevojë, të drejtohemi Allahut Azza wa Jall, se Allahu Azza wa Jall i përgjigjet lutjes së lutësit, e sidomos kur ai lutës është agjerueshëm, nga se Allahu Azza wa Jall më shumti i përgjigjet atij i cili është hallëxhi. Dikush është i smut, i përgjigjet, dikush ka probleme të tjera, i përgjigjet, ama agjeruesi është i uritur, është i etur, me vetë dëshirë, në bindje ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po, në gjendje që me tregu se o Zot, unë kam nevojë për ty, kam nevojë për një glëng ujë, kam nevojë për një kafshat bukë, nga se po nuk mi afrove o Zot këto gjëra, unë nuk mund të ekzistoj, nuk mund të jetoj. Pra thjesht me agjerim njeriu demonstron varësinë që ka për Allahun, dobësinë që ka. Sa i dopt është robi për Allahun Azza wa Jall dhe sa i varur është prej tina, atër let lutet lutësi se Allahu Azza wa Jall i përgjigjet lutjes së tij. E pra të të nderuar, për më na ngrit këtë vetdije, kush e lexon Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjen raste të panumërta që Allahu Azza wa Jall ka treguar për hallet e njerëzve, e sidomos të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, që kanë pas nevojë për Allahun e janë lut, Allahu Azza wa Jall ka përgjigjur. A nuk ka bërë mëkat Ademi kur ka hangër nga ajo pemë, e është përjashtuar prej xhenetit, e ka pas nevojë për rahmetin e Allahut Azza wa Jall dhe ka thonë: Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zot, ne kemi bërë zullum vetes tonë, qofse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne kena me qenë të humbur. Pra çdo kush që bën mëkat, e kush prej neve nuk bën mëkat, le të dinë se ka një Allah falës dhe mëshirues. Çdo kush që ka hall, edhe domethënë smundjes, le të kujton Ejubin, të dërguarit Allahut Azza wa Jall, kur pe drejtohet Allahut Azza wa Jall se thjesht më ka goditur një e keqe, e ti je mëshiruesi më i mëshirshëm. Allahu Azza wa Jall ju përgjigj lutjes së tina. Kush ka nevojë për fëmijë, për evlad, le të kujton rastin e Zakarias, kur në moshë të thinjur, kur vëlla flokët ju këshën thinjur, e në moshë të shtyrë, pe drejtohet Allahu Azza wa Jall, pe thotë o Zot më furnizon me pasardhës, e Allahu Azza wa Jall pe përgjigjet. E kur të ka njeriu stres, e që mendon faktikisht që s'ka mundësia s'kush t'i bën çare, e kujton doën e Yunusit
kur tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç teje, i lartë je ti o Zot, e unë jam prej zullumçarëve, e Allahu azza xal ju përgjigj lutjeve se këtyre lutësve. Mirë po i ka këta shembuj nga Kurani dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po secili prej nesh kem lutje, kem pas nevoja, e kem përvoj që thjesht e kemi përjetuar, që kemi pas nevojë dhe mi lutur Allahu azza xal na është përgjigjur. Mirë po një pyetje që duhet më apo vetes është se kur të lutim Allahun azza wa xal, apo e kemi në konsiderat se kam të lutim, apo e dina kam të lutim ajo, apo ja kujtojmë madhështinë Allahut azza wa xal kur të lutim apo jo, apo po lutemi të provojmë, për lutim e mendja jonë është dikon tjetër. Tregohet për Musën alayhis salam se kishte dëgjuar në njeri duke bë lutje, edhe po i thot Zotit, o Zot, të kish kon kjo punë dorë. Çka e dëgjova tu lut këtë person, unë ju kisha përgjigj. E po i tregon Allahu Musës se sahi ky po lutet. Shumë e vërtetë që po lutet edhe po insiston lutjen e tina, ama zemrën e ka dikon tjetër. Për atë ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall don që kur njeriu lutet, mu lut me bindje se Allahu azza wa jall i përgjigjet, nga se Allahu azza wa jall nuk e pranon një lutje për atij personit i cili është i pakujdesur dhe i pavëmendshëm, që thjesht nuk i ka mend atë, nuk e kujton madhështinë e Allahut azza wa jall, mirë po le të provoj. Pra kur e lutim Allahun azza wa jall, vëllezër të nderuar, duhet me ditë se kanë jemi të e lut, jemi të e lut ati cili dim, dëgjën, shë, çdo gjë. Edhe kur e flasim këtë lutjen tonë, mirë po dhe kur s'kem za me e qitë hiq pe gazepit dhe streset që e kem, mirë po e mbojmë zemrat tona. Allahu azza wa jall e din atë çështje. Pra atë ka në hadithin kutsi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë Allahu azza wa jall, o ju njerëz, bëhuni të but me veten e juaj, nga se nuk jeni të e lut dikon që është i shordhër, apo që është i lartë e s'pja u dëgjon lutjet. Mirë po jeni duke lutur dikon që është i afërt, i cili dëgjon dhe sheh çdo gjë. Pra thjesht Allahu azza wa jall është i gjithdijshëm, sheh, dëgjon çdo gjë, ka dorë çdo gjë. Thjesht Zakariaja, vëllezër të nderuar, kur t'i kishtë kërkuar e vlad për vetën e ti, a ishin thif lakt për moshës së shtyrë, edhe gruaja e tina ishte në moshë sa ishte humbur shpresat me pas fëmijë. E Allahu azza wa jall përgëzon, e atina pidoket se diçka shumë e madhe. E Allahu azza wa jall përgjigjet huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun shay'a. Kjo për mua është çështje shumë e lehtë, nga sa të kam krijuar ty o Zakaria pa qenë fare hiç. E si mos ta krijoj një fëmijë prej një babe dhe prej nëne që ekzistojnë, qofse Allahu azza wa jall e ka krijuar njeriu për asgjëje, ai vjen vështirë Allahu azza wa jall me kriju diçka kur realisht ekzistojnë dy komponentet, baba edhe nona. Thjesht e lutim Allahun azza wa jall se është i pasuri, i cili ka çdo gjë në dorë, nga se ka në hadithin kutsi. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu se o ju njerëz, sikur i pari dhe i fundit i juve, prej njerëzve edhe gjinve, kishin mu mbledh një vend, edhe secili me kërku kërkesën e tij, edhe secilit mja përmbush nevojën dhe kërkesën e tij. Asgjë nuk kish me paksu prej pasurisë Allahut azza wa jall, mësa ajo gjilpona që hin deti dhe sa mundet me marr ujë. Nga se Allahu azza wa jall është i pasuri. Allahu azza wa jall zot nderuar është fisniku dhe i turpshmi, që ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall është fisnik i turpshëm, i vjen turp prej robit që t'i ngrit durr ka qielli, e Allahu azza wa jall t'ia kthen ato të zbrasta dhe mos i përgjigjet lutjes së tina. Pra nëse dim se Allahu azza wa jall është bujar, nëse dim se Allahu azza wa jall është fisnik, nëse dim se Allahu azza wa jall është dhurues, atëherë le të lutim Allahun azza wa jall
të shpeshtojmë lutjet Allahut Azza wa Jall, sidomos në Ramazan dhe sidomos në xhenet kur jemi agjërueshëm, nga se për Allahun Azza wa Jall nuk është as e vështirë. Inna Allaha jawadun yuhibbul jud. Allahu Azza wa Jall është bujar dhe don bujarin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Para se me përfundu, do të ceku vetëm me dy çështje vëllezër të nderuar. Çështja e parë ka të bëjë prapë me duan, nga se e dini cili është njeriu më i dopt që ekziston mbi sipërfaqen e tokës. Njeriu më i dopt është ai person i cili nuk ka mundësi dhe kuraje me bo dua. Kështu në ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se edhe e din hallin e vet, edhe e din që është i dopt, edhe e din që është i varfër, edhe e din që nuk ka kur gjë në dorë në këtë dynja. Mirë po anën tjetër, e din se Allahu Azza wa Jall është i pasuri, Allahu Azza wa Jall është i forti, Allahu Azza wa Jall është dhuruesi. Allahu Azza wa Jall e dën lutjen dhe turprohet me ta kthye domethënë lutjen tënde. Në anën tjetër e shet që nuk ka çështje më të lehtë se me bë dua. Se nëse kërkohet më fal me marr abdes, është një farmundi, e me agjërosh një sakrificë e thjesht me shkon haj, domethënë kërkohen disa angazhime tjera, faktikisht duaja është çështja më e lehtë e cila bëhet me gjuhë, e cila bëhet në çdo kohë, çdo vend, që nuk ka nevojë as abdes me marr. Mjafton që faktikisht zemra jote me ndjen nevojën për Allahun Azza wa Jall, edhe më drejtu Allahut Azza wa Jall, edhe me ditë se Allahu Azza wa Jall nuk e shgënjen robën e tina. Nga se kështu ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se s'ka njeri që e lut Allahun Azza wa Jall, nuk e lut për gjuna, me realizuar me gjuna, nuk e lut runa Zot me shkput lidhje farefisnore. Vetëm se Allahu Azza wa Jall kom ju përgjigj njërin prej tre çështjeve, ose kom ju përgjigj në kërkesën konkrete që e ka bë, ose Allahu Azza wa Jall me atë lutje do t'i largon një taksirat, një kader që ka pas më ndodhe fatkeqësi, ose Allahu Azza wa Jall kom ja deponuar për një ditë kur ka ndoshta më tepër në nevojë se në këtë dynjë. Pra thjesht të lutim Allahun Azza wa Jall, mos hezitojmë. Thjesht është kohë Ramazani, është agjërimi, doja pranohet, nuk refuzohet, të shpeshtojmë lutjet për veten tonë, që Allahu Azza wa Jall të na jap udhëzimin, të na plotëson udhëzimin, të na fal mëkatet. Thjesht të na ruan prej çdo të keqe, edhe neve, edhe familjet tona, edhe vendin tonë. Pra thjesht mos kurseni vëllezër të nderuar, mos u bëni kopras që edhe në lutjen mos me bë, e sidomos muajin e lutjes, edhe unë edhe tjetra vëllezër të nderuar, realisht vetëm t'ia afrohem 10 çet të fundit. 10 çet më të mirë të këtij muaji. Qofse realisht nuk e kemi filluar mirë, Ramazanin mos e të përfundojmë kështu, nga se është një rregull në shariatin tonë që veprat nuk vlerësohen me mangësitë që kemi filluar. Mirë po me zellën ashtu si kemi përfunduar. Qofse se kemi nis mirë edhe me vullnetat shumë, atëherë kanë ardhur 10 çi fundit dhe po vjen 10 çi fundit, të angazhohem më tepër, të kem vullnet më tepër, të falim më tepër, sidomos në këtë 10 në fundit që është nata e Kadrit, për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në këtë muaj është një natë më e vlefshme se 1000 muaj. Pra thjesht ai i cili privohet prej saj, i tillë është i privuar, ai i cili nuk e ka mujt me goditur natën e Kadrit, ai me të vërtetë është privuar prej mëshirës së Ramazanit. Allahu Azza wa Jall mos na bëj prej tyre. Allahu Azza wa Jall na mundsoft që me shfrytëzuar pjesën tjetër të mbetur të muajit Ramazanit me agjërim të mirë dhe kualitativ, me lutje e dua e lexim të Kuranit, mirë po edhe me namaz të natës, namaz të ravive, lutim Allahun Azza wa Jall të godasim natën e Kadrit, thjesht na përgjigjet lutjeve tona, lutim Allahun Azza wa Jall që të ruan muslimanët dhe gjakun e tyre dhe zullumçarëve të jap hakun, lutim Allahun Azza wa Jall që të na ruan neve vendin tonë dhe shoqërinë tonë. Lutim Allahun Azza wa Jall të na fal neve,
përndryton dhe këtë musliman në përgjithësi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.